Specialistët për hetimin e krimeve të policisë së Vlorës kanë referuar materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasin TC 26 vjeç banues në Vlorë, pasi ka kallëzuar shtetasi VL se shtetasi TC i ka thyer dy xhama të automjetit. Specialistët për hetimin e krimeve të policisë i Mar referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasit IV 49 vjeç dhe MV 54 vjeç, të dy banues në fshatin Vranisht, pasi ka kallëzuar shtetasi FG 68 vjeç, banues në të njëjtin fshat, se gjatë një debati për motive pronësie, këta shtetas e kanë goditur me grushte dhe me gur, duke i shkaktuar dëmtime në kokë dhe në trup. Po nga specialistët për hetimin e krimeve të policisë i Mar janë referuar materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për dy shtetas, konkretisht EM 33 vjeç banues në Vlorë, pasi ka kallëzuar një shtetase 24 vjeçe me pretendimin se gjatë kohës që ka qenë me pushime në plazhin e Boshit, ky shtetas ka kryer marrëdhënie seksuale me të pa dëshirën e saj. GD 52 vjeç banues në Tiranë, pasi ka kallëzuar një tjetër shtetase 24 vjeçe me pretendimin se gjatë kohës që qëndroni në plazhin e Boshit, ky shtetas e ka ngacmuar seksualisht. Vjojnë veprimet hetimore me qëllim sqarimin dhe dokumentimin e plot ligjor të pretendimeve të kallëzuesve për të dyja rastet në fjalë. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Vlorë dhe Sarand kanë arrestuar shtetasit AI 40 vjeç banues në Vlorë, pasi është konstatuar në rrugën Sazani duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. AR 33 vjeç banues në Napoli, pasi është konstatuar në rrugën Skënderbeu Sarand duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Materialet janë referuar prokurorive për veprime të mëtejshme.